Në Vlorë u hap fushata elektorale e kandidates për deputetet Partisë Socialiste Briseida Çakëri. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë të veçantë ndryshe nga pritshmëritë tradicionale të hapjes zyrtare politike, duke sjellë një frymë të re në skenën elektorale në sallën e kinemas, e cila u mbush me një energji të re dhe të ndjeshme. Të rinjtë e të reja të shumtë në numër përfaqësuan një brez të ri qytetarësh të angazhuar që kërkojnë të bëhen pjesë aktive e jetës politike dhe vendimarrjes. Prania e tyre solli një dinamik të re, entuziazëm dhe një ndjenjë shprese për një politikë më përfaqësuese dhe më të ndjeshme ndaj nevojave të qytetarëve. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bleti Çuçi shprehu vlerësime maksimale për kandidaten Çakëri si një figurë dinjitoze e të rinjve. Në fjalën e saj, kandidatja Çakëri tha se rajoni 3 është zemra e Partisë Socialiste, ndërsa ftoi të rinj të japin kontributin e tyre për këtë parti, por edhe për Vlorën. Unë jam Briseida Çakëri, një vajzë e rritur në një familje tipike qytetare vlonjate, në ato familjet e mëdha me gjyshër, motra e vëllezër brenda, me një derë gjithmonë të hapur për të gjithë, ku ti kultivon vlerat e mikpritjes dhe të dashurisë për njerëzit. Vi nga radhët e Partisë Socialiste, i kam kaluar të gjitha fazat, tani jam kandidate për deputete, por jam shumë krenare të jem para jush, sepse vi nga ju, vi nga Partia Socialiste, vi nga radhët tuaja. Dua të bëj një thirrje së pari të rinjve, të vinë dhe të aderojnë në Partinë Socialiste, të kontribojnë të punojnë për Vlorën, për ta bërë Vlorën tonë europiane, turistike, ashtu siç i ka hije Vlorës. Kandidatja për deputete e listës së hapur të Partisë Socialiste Briseida Çakëri theksoi se Vlora është mbajtur me hatër nga kryeministri Rama dhe se Vlorës i mungon një zë i fuqishëm në parlament, duke premtuar se ajo do të jetë një e tillë. Janë bërë shumë punë në Vlorë, apo jo? Kryeministri na ka mbajtur me hatër në vlonjatëve. Në fakt ne e meritojmë. Ne e meritojmë, kemi një vend të veçantë në zemrën e kryeministrit Rama. Dhe jam falëndeti këtu. Kemi shumë punë të tjera për të bërë. Zëri vlonjat mungon në parlament. Ai zëri që i fortë duhet të dëgjohet, jo vetëm i burrave, po dhe i grave. Të rinjtë janë në fokus të kandidaturës së Briseida Çakërit, e cila synon të ndërtojë ura komunikimi midis brezave dhe të ofrojë një qasje të re ndaj një angazhimi publik e politik.